familja është familje ku ka babë dhe nanë, ku ka vajzë edhe ku ka djalë, ku ka gjyshe edhe ku ka gjyshe. Nuk mund të ketë tjetër familje me rregullim ligjor përderisa na kemi angazhim politik. Familja në aspektin simbolik për mu shpjegon mas mirë familja e Adem Jasharit, familja e Zahir Pajazitit, ku jenë eduku brez pas breza me edukatën e mbrojtjes qësaj familjes ku ka nanë, ku ka babë, ku ka vajzë, ku ka gëzime të përbashkëta e ku ka idhënime të përbashkëta, ku kalohet edhe gëzimi edhe idhënimi në bashkësi e jo në individualizëm. Ka qenë një periudhë gjatë kohore ku është investu shumë për me eliminu rolin e babës edhe nanës. Unë nuk e di që është një deputetit, një pushtetit, çfarë do lloj raportit kish pas me prind e tina me eliminu emrin nan edhe bab prej listës së regjistrimit, me i shkru prindin 1 edhe prindin 2. Fatkeqësisht më ka rastis gjatë kësaj periudhe me diskutu me shumë deputet në Kuvendin e Kosovës, dhe çka kom pas atë shokun më të madh është ku kom përjetu kur me njonin prej deputetëve, i cili është edhe profesor universitar, kur i them çysh po e mbështet këtë ligj. Fëmijën e mi tha i mbroj, për fëmijët tjerëve nuk jam përgjigj, ligji duhet me kalu, edhe në rregull tha jemi. Është, domethënë, me qenë naj deputet, çështoj që rastësisht ka hi aty, e kuptohet, pa dignitet, pa moral, pa çdo çka. Po kur mund vjen një vlerësim i tillë prej një profesori, edhe një profesor që në publik njihet si ndër profesorët më të mirë, nuk ki mundësi me votu një ligj edhe me menu që ti ke me mbrojt fëmijën tënë. Fëmija jot ka me shku në qito shkolla publike, ka me shku ka me jetu në qitë shoqni, në qerdhe, kudo që shkon, qëta që ka ja ofrën, që ka ja rregulloj me ligj, i pari që ka me qenë fëmija jot si deputet, që ka me undesh, me ataku. Mas pakti që kemi kom me u përkujdes për fëmijët tonë jemi na, politikan, deputet, sepse e angazhim gjithë ditën, edhe gjithë natën. Unë ndodhë që ndoshta edhe me ditë tona nuk i shoh fëmijën, domethënë. Edhe po mendojnë që të ja ofru shoqnisë, po e mbron fëmijën tona, kjo është përveç s'mundesh me shumë tjetër idiotizëm një llojit akademik që e trajton shoqninë edhe familjen si tillë. Andaj për mu, familja është familje ku ka babë dhe nanë, ku ka vajzë edhe ku ka djalë, ku ka gjyshe edhe ku ka gjyshe. Nuk mund të ketë tjetër familje me rregullim ligjor përderisa na kemi angazhim politik. Nëse vjen ai ditë që ato grupe caktume, që se din as kanë e kanë babë, as kanë e kanë nanë, që nuk dojnë me po as babën e as nanën e tyne, me e bo shumicën këtë vend dhe me i bo ligjet, atër duhet me u dorëzu, s'kem që me bo se ata bohen shumicë, për na jemi 99%. Nuk mundemi për 1% me ndryshu formën e familjes, për shka kanë luftu, kanë dhonë jetë njerëzve. është fatmirësisht, unë po besoj që kësaj agjende është të ardhur fundit, trendi është i tillë, me ndryshimet në Amerikë, me ardhjen e qeverisë së Trumpit, në Kosovë javë kanë ardhur fundet krejt, domethënë vetëm institucion që është mbështet këtë agjendë është Qeveria e Republikës Kosovës, financiarisht. Sot për sot, në vendin tonë, parada e krenarisë që e quajnë këta, në vitin 2025, edhe mbasi sa rriti mi fitu 50% zgjedhjeve, financimin e ka bo Hajrullah Sheku edhe Albin Kurti të paradës të la shumë bajt në shesh, edhe duke qujtë si vlerë, duke qujtë si emancipim, edhe duke qujtë si diçka që i promovon vlera tona. Ato as kanë qenë, as nuk janë, as nuk do t'jenë, as njerë vlera tona, as kombëtare, as shoqnisë që ne përfaqësojmë.